E dini ku jam? Në Shkupin e shqiptarëve, në Qarshin e bukur, para shtatorës së herojit Skënderbeut. Nga sot në Maqedoni ka fillu fshata për zgjedhjet lokale zyrtarisht. Edhe ka fillu në mënyrë të tmerrshme. Mbroma Ali Ahmeti i ka ofenduar shqiptarët e Vlenit duke i quajtur zagar. Kristian Mickovski, me zagar dilet në gjueti për Lepuj, por jo për Shqiponja. Pra, 10 mijëra votues të Vlenit, sipas Ali Ahmetit, janë zagar. Në mesin e liderëve të Vlenit ka dhe ushtar të UÇK-s. Në mesin e përkrahësve të Vlenit ka dhe invalid luftës, ish burgosur politik, e njerëz me bagazh të shquar kombëtar. Është gjuhë tepër banale, e dënueshme dhe as pak politikisht korrekte. Por pse po shon Ali Ahmeti, shtrohet pyetja. Mendoj që janë dy arsye pse Ali Ahmeti përdor gjuhë të rëndë, ofendime e sharje. E para, Ahmetit po i bën zarar opozita. Si politikan që u mësu në pushtet për 2 dekada, Ahmeti nuk po mund me bë kabull kur qysh që është në opozit. Po i vjen rënd opozita, dyqysh si surreale. Arsyeja e dytë lidhet me mundësinë që BDI-ja me hub keq elektoralisht. Ka mundësi që për herë të parë në histori BDI-ja mos me udhëheq me asnjë komunë të madhe shqiptare. Pa Çajirin e pa Tetovën, BDI-ja do të jetë larg komunave të mëdha shqiptare. Tash është një logjikë e thjeshtë. Sa ma shumë që e ndjen humbjen, aq ma shumë e lëshon gjuhën. Sa ma keq sondazhet, aq ma berbat diskursi, gjuha, akuzat e etiketimet. Mendoj që gjuha e Ahmetit është ndikuar edhe prej publikimeve që Vleni i ka bërë kohëve të fundit që fokusohen në lidhjet politike e financiare të BDI-s me Serbinë. Ama kjo gjuha e Ahmetit është simptom e humbjes. Sa ka qenë në pushtet, Ahmeti kur s'ka shoh publikisht, u kon komod. Tash Ahmeti është jashtë pushtetit, pa fuqi ekzekutive dhe pa të ardhme politike me shumë gjas. E gjuha është treja fundit që i ka mbet Ahmetit.